Në këtë video do të ju shfaqim EFT teknikën ose teknikën tapping. Çka është ajo? Dhimbja ishte në çdo pjesë të trupit tim për shumë vite. Unë nuk kisha nevojë për doktor. Isha i diagnostifikuar me multiple sclerosis. Dhe tani nuk mund të gjejnë më asnjë shenjë se kjo ka ekzistuar ndonjëherë në trupin tim. Kam patur më shumë se 80 alergji. Tani nuk jam më alergjike në asgjë, mund të ha çdo gjë që dua. Rregullova jetën time me tapping teknikën. Kjo është një EFT teknikë, është një teknikë e cila ka të bëjë njëjtë me akupunkturën, përveç asaj se këtu ne nuk përdorim gjilpëra. Ka çështje emocionale, do të thënë që janë ato treguesit e dhimbjeve janë më të mëdha. Dhe e gjitha njihet dhe dihet se në qoftë se ne mbajmë në vete zemrim dhe lakmi dhe fajsim dhe trauma, kjo do të shfaqet fizikisht. Në qoftë se dikush është shumë i zemruar, stomaki shtrëngohet, atëherë rritet edhe tensioni i gjakut dhe emocionet shkaktojnë gjëra fizike. Dhe në qoftë se e mbani këtë shumë kohë të gjatë në veten tuaj, atëherë ju tregoni se kjo do të shfaqet me anë të dhimbjeve dhe smundjeve. Me të vërtetë u lodha duke dhënë vetëm barna për t'i larguar simptomet, por duheshte që të adresohem saktë se ku është me të vërtetë problemi. EFT në anën tjetër dhe prandaj kemi rezultate të cilat nuk do të vinë nga asgjë tjetër. Është e mundshme që t'i pastroni çështjet emocionale, problemet emocionale në një nivel shumë të mirë të shërimit. Akupunktura mbështetet në faktin se ka disa pike energjetike gjatë trupit ton, të cilat quhen meridiane. Në qoftë se ata nuk janë në rregull, atëherë shëndeti i trupit nuk është mirë. Dhe kur unë zbulova se diçka mund të jetë shumë e shquar, në qoftë se ne i lirojmë këto meridiane me pikë, duke i prekur ato me gishtat tonë, dhe persona që do të kenë një problem emocional të intensifikuar, kjo do të ju lirojë. Dhe kjo ndonjëherë do të ndodhë për disa minuta. Një herë që ju të filloni që të vëreni këto çështje, këto probleme emocionale, dhe do t'i bëni këto me saktësi dhe ju me të vërtetë do t'i zgjidhni ato, gjëra fizike fillojnë gjithashtu të zhdukën. Do me thonë deri në nivelin ku unë mundja të kontrolloja dhimbjen. Nuk mund të mendoj për asnjë rast që nuk funksionoi për mua. Dhimbja ime shkoi për 10 minuta. Nuk kam më diabet dhe unë nuk kam nevojë që ta kontrolloj tensionin e gjakut. Sheqerit motrës time, sepse macja e saj ka diabet. Ajo që me të vërtet kemi bërë është një proces shumë mirë i menduar, gjilpërat në pikat e akupunkturës, por ne e bëm ndryshe. Ne tani vetëm e prekim këto pika. Kjo është një formë e re. Kjo është një formë e re e shërimit. Kur kisha 10 vjet,
Unë rash në cimento, duke e thyrë shpinën time, dhe kam bërë operacionin e parë në vitin 1970, dhe tjetrin operacion në vitin 1972, dhe tjetrin në vitin 1979, dhe operacionin tjetër në vitin 1984, dhe të pestin në vitin 1992, dhe operacionin e 6 në vitin 2002. Me të gjithë këto operacione, dhimbja u bëhej ende më keq. Kam jetuar me dhimbje gjatë gjithë jetës time. Do kam marrë shumë tableta për dhimbje. I pija ato si sheqerka dhe u diagnostifikova me multiple skleroza. E cila ishte edhe një dhimbje tjetër dhe reagimi për mua ishte sa mund të duroj më. Isha i palëvizshëm për 5 vite. EFT më çoi nga karrikja për invalid. Të më thonë, kalova nga ky person që shikoni dhe fillova të punoj. E kam shikuar se si EFT-ja shëron gjëra të cilat i dëgjojmë gjatë gjithë kohës. Kur vjen puna për këtë, unë jam i shëruar, nuk kam dhimbje, nuk ekziston asgjë në trupin tim. Unë tani mund të kërcej dhe si më shikoni. Ja si dukem. Ne nuk themi se mund të shërojmë çdo gjë për 1 minutë ose 2, në një sesion ose 2, sepse kjo mund të ndodhë më gjatë se diçka tjetër, por ne arrim rezultatet e jashtëzakonshme. Pra ajo çka do të bëjmë sot është do të marrim një pak gjak nga disa njerëz. Do të shikojmë ato në një mikroskop dhe do të shikojmë se si duket një pikë e gjakut e tyre. Personi i cili është i shëndetshëm, një pikë e gjakut të tyre do të duket kështu, që do të lëviz, dhe ai sëmur që është, një pikë e gjakut do të duket në këtë mënyrë. Do me thënë nuk lëviz. Nga këto 6 njerëz, 3 kishin një fotografi të gjakut që duket kështu si që e shihni në ekran. Dhe kështu i morëm këto njerëz dhe i bëm që të bëjnë në 5 minuta EFT. Dhe bëjmë përsëri analizën e gjakut të tyre. Dhe pas kësaj e shikoni, kjo ishte një fotografi tërësisht tjetër e gjakut. Nuk ka asnjë shenjë të ngjizjes së gjakut. Dhe kur e pash këtë, unë thash, okay, unë do të shkoj në shtëpi, do ta marr certifikatat e mia, diplomat e mia, që më bën vite duke mësuar dhe do t'i gris. Dhe le të filloj të merrem me këtë EFT. Normalisht, si një nutriciste që jam, do të vendosja në 3 muaj ose 4 muaj, do t'ju jepja vitamina, por EFT-ja për 5 minuta, janë disa gjëra të cilat duken si mrekullira, dhe unë nuk jam një person i cili merret me këto punë të mrekulliar. Vetëm se trupi do të shëroj veten, në qoftë se energjia rrjedhshëm. Sepse problemet emocionale dhe traumat e së kaluarës e kanë bllokuar një pjesë të energjisë në trupin tonë. Prandaj ju mund ta përdorni për çdo gjë.
Dhe mund ta përdorni për shprehje të cilat janë negative dhe varësi, dhimbje për vizion, për frikë nga fluturimi, për ushqim të tepruar, për diabet, ose çorientime nga stresi, për pasuri, për të humbur peshë, për të folur në publik, insomnia, të performosh në çdo kapacitet, ti mund të arrish nga një zero dëshirë tek një person I cili ka dëshira të mëdha. Për herë të parë, unë munda që të them se unë me të vërtet, sinqerisht, e dua veten time. E pëlqej veten time dhe e pranoj veten time. Kur njerëzit e kanë ditur se në çfarë depresioni kam qenë dhe më shohin tani, më thonë, çfarë ndodhi? Unë them, EFT, tapping. Unë besoj tani se çdo gjë është e mundur, sepse e kam parë. Një e cila ishte shumë kënaqësi për ta bërë ishte vizioni për eksperimentin që bëra. Sepse 75% kishin përmirësim në vizionin e tyre, në shikimin e tyre. Dhe unë nuk I përdor më syzat e mia. EFT-ja është diçka gjë më e mirë që kam zbuluar. Një nga gjërat më të mira sa I përket EFT-s është se është e lehtë për t'u mësuar nga çdo njeri. EFT më dha mjetet që ta shëroj veten time. Dhe tani unë kam shikuar mbi 2000 klient në çdo lëvizje të jetës. Ndoshta 95% ose 99% që ka qenë e suksesshme. Dhe nuk jam unë, është EFT. Unë thash, nuk e dija, e besoj këtë, por çfarë në qoftë se e suspendoj atë mos besimin tim? Do me thënë, manuali është mund ta downloadoni, ta shkarkoni nga webfaqja jonë. Unë dua që e gjithë bota ta di se si të bëj tapping. A doni më shumë se kjo?